Qëta televizit e qonit a janë si jo, a pak ma ndrysh? Edhe këta ekstremista janë edhe këta. Ekstremista? E kam një Don Mikelin, tha, kemi një televizion, kemi Mosafir, tha nuk na vynë, tha besimtar, tha që i shojnë tjertë, që i shojnë njerëzit. E këtë ndro fejnë tonë është krejt shpirtnore me ty edhe me Zotin është. Pse me dollë mi shojtë të tjeret? Pse me dollë, gjdo një intervjist që e she të shojtë, të ofendu, të mlef o të qitë për goje. Pse? Jam kondër mendimit tina, është kondër mendimit tem. Po asëherë mu i dhe nuk s'kena nevoj. Po pse dohet unë me dollë me shojtë? Pse e kam ndrohu në fejnë, jam bo musliman ose jam bo katolik, tash me dollë mi shojtë, mos e i dhënon nanën, e i dhënon babën, e i dhënon vllavin, e i dhënon rrethin. Tash, valla po du mu afru të Zoti, aknina i dhënim këtë familjes, këtë rrethit, këtë farefisit, edhe gjysën edhe shtetin e implikojnë, se vnerë të qitë për goje. E kështu, se thash pak ma herët, se s'desht pak me i pak se mos me nëzit atmosferën. Kisha mund të lidh dy fjalë shamull, bëj këta për mendimin tem kanë qenë njerëz ateista, njerëz që faktikisht të dështuam, nuk përfiton as kisha katolike pse i merr, as na gjos kena pa hajr për tyne që i kem pas apo nesër mu kthyje, po qysh bëhet një mësues që gjenerata të tëra i ka edukuar në përbonkat e shkollës e me dalë tash për shembull e ka qiti plisën kry edhe me rrejt, me thonë në xhami s'ta ka ndash me plis. Po kjo është shumë e pavërtet. Shumë e pavërtet është. Shumë e pavërtet. Po vallahi sot në xhamin të për shembull po bëj se di si kum një, po plot ka pas me plisa, e bile edhe me mahrama, e ka shembull po bëjnë rrallu shumë, po kanë herë e shohëm, po sigurisht. E me tjerë që çka po di, e thash për shembull mësues, pa diçka do më hum fjala mësues. Po haj kur delet rran, shembull po bëj kështu para opinionit, po që shtoj ka rrejt edhe fëmin. Për që ata që si edukot që është duhet, ata fëmijë më marrë rrugën e gabume. Hoxh, a dalë me një tip tjetër, çka i kështë thonë si mundit për më botë? Qësh njeri mundet më botë? Me më këthuj musliman, me këthuj ndi. Cilat janë ato spore që du të me thonë shahadetin, a qka? Po, shëqa feja është bindje. Bindje. E kem bindë gati si ajo nuk thohet pa u bindë. Mirë po, duhet me ditë që një zëtë është zëti, as nuk është i lindur, as ka lind kërkan, as nuk i për ngjakur kuj, zëti është zëtë. Se cili prej nesh këtu, qka jemi, kemi trashëguar prej babe apo prej none, edhe me diçka i kena ga. E tash, Zoti nuk han, Zoti nuk pin, Zoti nuk flene, nuk kotët. E qysh bëhet pra biri i ti, Isa edhe ka flejt, edhe ka hongër, edhe ka pi. E tash një njeri që i han edhe që i pin, ka nevoj me shku edhe në banjo. E tani edhe Zot mi bo këta? Jo bre, ne e besojmë për të dërguar të Allahu, që s'ka grad me e lartë. Nuk ka grad me e lartë. Mirë po njëri s'mundet me ja dhonë. Po ja ka dhonë Zoti xheleshonu. Hoxh, a guxojmë të ndërprej. Në momentin që temen e fesë e nëshojmë në nivelin e a o kon Jezusi Zot, ja jo i thuni Zot, jo i keni 3 Zota, se bane Ati, Biri, Shpirti Shenjt, edhe a o kon Muhamedi pejgamberi a o koni martu me 4 gra, me 5 gra, me 7 gra, edhe a ka marrë grun në 7 vjeç, 12 vjeç, që të është niveli ma i ullt e ma i diskutimit fetar. Edhe këtu vllau jam kanë përgjigje. Niveli ma i ullt e ma i diskutimit fetar. Edhe këtu kanë përgjigje, edhe mu nësë nëzëjna heq nuk nëzëjna. Pse? Ta o zamë. Faleminderit. Pse shamull për bëj? Po Zoti si që ka kriju Ademin, me njëherë ka kriju Havën. Ho pashat Zotin, sa se vapet i fitan burri kur afrohet e gruaja vet. Pejgamberi a.s. ka thonë, pa numër. I kanë thonë, ja Rasulullah, pa edhe këtu ka se vape, ka thonë shumë. Po tani me fe islame, ne e kem. Inshallah një gruaja jeme, shkaj të thonë. Diqo, tani me fe islame, thët, a i njëri që ngutët, për mu pastruhe pas aktit, se sa ka kime në trupin e vetë, ka thonë i dërguri Allahut në tërë trupin që ka qka se vape.
Pse e kalon Zoti Gjereshani se ne e dim që Arabt as atëhere as tash nuk janë shembull për bëj më të avancuamit në